nëna, babauar, miq, shok, sot nuk dua të merrem me ata. Sot dua të merrem me shpresën. Sot dua të merrem me programin ton. Sot dua të parashtroj vizionin ton. Këtu sy më sy, me ju, e jo si ai, nga interneti. Se e keni dëgjuar, sy më sy thot. Por nuk vjen sy më sy të flas me vlonjatët për problemet e Vlorës. Nuk shkon sy më sy të flas me lezhjanët kur vendos të bëjë një kamp refugjatësh në kundërshtim me çdo normë ndërkombëtare. Nuk shkon në Roskovec të flas sy më sy me banorët e Roskovecit kur vendos të ndërtojë një tec të viteve 70. Nuk flet sy më sy kur rrit tarifat, taksat për ju. Nuk vjen të flas sy më sy kur vendos të jap Sazanin, pa pyetur vlonjatët, por flet tani sy më sy përmes internetit, sepse i duhet vota juaj. Dhe këtë duhet ta ndryshojmë. Dhe këtë do ta bëjmë së bashku. Unë jam sot këtu për të folur ju për shpresën, jam sot këtu për të folur për ndryshimin. Ne kemi një program të qartë, i cili kanë themel të vet, familjen shqiptare, kanë themel të vet, ekonominë shqiptare, kanë themel të vet, arsimin, kanë themel të vet, rendin, sigurin, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar. Se cili nga ju që është në këtë shesh dhe gjitha ata që na ndjekin përmes internetit sot, duhet të imagjinojë